Problemi është që ky libri yt ka vlerë shoqërore, ka interes, e këtu dallohet një libër nga këto që nuk bëhen dot libra, historitë personale të njerëzve të tjerë. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe ky libri i Pashkut, më ka bërë përshtypje që ai nuk flet fare për sukseset. Ai ka arritur majtë sukseset në New York, ka 40 vjet në New York, dhe nuk do të gjesh kurfar mburjeje, nuk të tregon për sukseset e tij, por përkundrazi, ai kthe kokën në ne këtu e gjetëm suksesin, te mos tregimi i suksesit. Po kjo është gjë dinjitoze përpara prej gentlemanit të vërtet. Ai më tepër i kushton vëmendje fëmijërisë, dashurisë për prindërit, prindërit për prindërit, ajo problemi që Pashku e ka, që thot Kulla, që në këtë rast është vendi i tij, që le ai pengu i madh, gjithë kemi një peng kudo që të shkojmë, sa do ta motivojmë, po ajo dhimbja mbethet, po gjithsesi jeta ecë përpara dhe shumë gjëra justifikohen, si gjithë bota lëviz edhe është krejt normale. Ky libri i Pashkut, unë tjetër do veçoja një gjë që pak ka në letërsinë tonë libra, autobiografi jo, po edhe libra të tjerë, por shkruan nga shkrimtar mediokër, shkruan gjëra që nuk janë të rejse, nuk janë që ti vërtet mund të kesh dëshirë të lexosh. Dhe nga ana tjetër, rëndësia e këtyre libra është sepse neve për emigrantët, dhe Shqipëria është kampion për numër emigrantësh, emigrantët tani janë për vetëm shifra në emisione lajmesh, kronikën e zez, problematik, po kur ti nuk do të gjesh në gazeta jeta e tyre, si e shtyn ditën, si e përballon jetën, si rrisin fëmijët, si e bën. Libri i Pashkut është i tillë që ty të mba peshë të një roman dhe ti kupton se çdo të thotë thjesht emigrant, çfarë dhimbje e madhe është, por sa fisnikë dhe të bën. Shikojnë e Pashkun që kur e shikojnë në portretin e tij, në të shkruar të tij me detaje që thatë ju, që jam tamam prej shkrimtari, sepse shkruan me zemër, shkruan me dashuri, shkruan për gjëra që i njeh, dhe malli i madh për vendin e tij ndoshta ka bërë këtë edhe tjetra kryesore, mos harroni. Pashku është shkolluar në Amerikë, është profesor, pra të jesh në një botë të tillë, kulmi i botës është New Yorku, ti je 40 vjet, ti je një newyorkez e vërtet, dhe shfat që ti e ke shqiptar. Ai është një model i një emigranti se si ti përfiton nga vendi ku ke rritur.